Fundviti po e gjen Kosovën në fushat zgjedhore. Më 28 dhjetor qytetarët do të vendosin për qeverinë e re. Ndërsa po afrohen festat, këto ditë të mira mërgjimtar po kthehen edhe në lindje. Përveç festave dhe pushimeve, zgjedhjet janë një arsye shtesë që shumë prej mërgjimtarëve të kthehen, raporton Ekonomia Online. Ja, festat çdo vit vi 3 herë, 4 herë, 5 herë në çdo vit. Dimnit ashtu kështu. Jo, po mirë që qëllojmë, edhe për ndryshe vim çdo vit. Po për më të mirin, s'do me thonë pa tjetër bëhon një parti, po për më të mirin, cila është më mirë, që do të punën më mirë për shtet, për qytet, që ato të me votu. Jo, janë kombinime. I kemi do gazmende, por gazmendi më i madh është festat që janë fund vitit edhe zgjedhjet. Populli do ta vendosë vetë kush do të fitojë. Mendoj që duhet të zgjedhet ai më i miri, ai që punon për vend. As me njënën, as me tjetrën kam marrë për varrim. Për ndryshe kam votu. E kam kryer obligimin. Për fat keq nuk jam optimist. Kena arme pa ma shumë pleq që kena këto, se festat e festojnë më mira nga ina. Jo s'kena arë për zgjedhjet, kena arë për familjarët. Zgjedhjet e parakohshme do të mbahen me 28 dhjetor, datë kjo e cila u kundërshtua nga opozita në Kosovë, pasi sipas tyre nuk është e përshtatshme për shkak të festave të fundvitit.